Domethënë në inkonsciencë këto e kanë pranuar humbjen. Domethënë, unë kur dëgjoj këtë vokabular them fal. Këtu nuk është problemi se ne kemi vetëm pushtetin që është distancuar nga realiteti, po këtu kemi dhe opozitën që është shumë larg nga realiteti. Me diferencën e vetme që ky që është në pushtet ka vendosur të rinovojë 90% listave. Duke ditur dhe problemet me drejtsinë, duke ditur dhe lodhen që kanë njerëzit e tjerë. Nuk do të thotë që këta do vinë më të mirë, mos çuditemi. Por gjaktëri. Pak një imazh. Unë dje po shija listën e Beratit, ata që për Pardia kur ishte, domethënë që kishte Berisha. Nga ato njoha vetëm një zonjë që është pedagoge në Rom, në Sapienza. Dhe njoha mikun tim Lefter Maliqi që njoha që nga shkolla Skënderbeu, ishte vetëm figura të vjetra aty. Eno Bozo që ka një jetë që është në politikë etj. Pra nuk ka rinovim total të klasës politike. Që është e nevojshme, që është ajo që kërkojnë njerëzit. Mirë listat i kanë mbyllur, po s'ka si rinovim. Po s'ka garë më Ilir, kur s'ka garë, si do të ketë sigurisht rinovim? Pra, kur s'ka garë, si do të paraqisësh vlera? Është ajo që unë them gjithmonë. Këtu mirë që sikin këta kryetarët e partive, po nuk them Berisha e Rama tashmë, po them edhe këta vejlit fare. Po gjithë që thënë do të ikin. Po këtu sikën as presidenti i Federatës ping-pongut, as shahut, asnjë. Domethënë, kultura e mosndryshimit është e rëndë. Dhe unë mendoj që kjo, po do ta shohim se 2 ditë na ndajnë, kjo do shfaqet me mospjesmarrje të lartë. Do ketë mospjesmarrje të lartë. Dy ushtri do fusin ato kontingjentet e veta, po nuk. Atëherë në këtë rast për ta mbyllë se kishim shumë për të fol, po me ty s'marakur, me ty duhet i jap me ne. Duhet maraton, emision maraton. Atëherë këtu Ilir, ç'a do i thonit qytetarëve shqiptar, të dalin votime dhe të votojnë për qendrim, po duhet dalin votime? Të dalin sa më shumë. Sepse dalja në votime tregon një mundësi që ata të mos ankohen 4 vitet e ardhshme. Por me mos dalje në votime, pastaj nuk kanë asë arsye pse të ankohen, domethënë. Të dalin ndoshta ta demonstrojnë edhe t'ja japin ku duan, t'ja japin partive të vogla, ta djegin, t'ja japin këtij që është në pushtet, t'ja japin atij që është në opozitë, por dalin. Sepse mos dalja tregon mosnjohjen e kulturës së demokracisë edhe të kulturës politike dhe të kulturës së shtetit.